kësaj drejta. Unë nuk jam këtu për të mbrojtur veten, sepse nuk kam kryer asnjë shkelje që detyrohem të mbroj veten përpara jush. Por jam këtu me respekt, me gjithë respektin që meriton detyra juaj e lartë, për të kërkuar një gjë të vetme. A mund ta mbrojmë së bashku demokracinë që sot po vihet në sprov? Demokracinë për cilën si unë ashtu dhe ju të nderuar gjyqtar, jemi betuar kur kemi marrë detyrat tona respektive që ta mbrojmë, jo në letër, po me veprim, edhe këtu, edhe sot. Ky mandat nuk është mandati im. Ky mandat është një beslidhje publike. Një kontratë që qytetarët e Tiranës më kanë dhënë me vullnetin e tyre si njerëz të lirë. Kjo beslidhje është nderi i jetës sime. Dhe për mbrojtjen e saj do bëj gjithçka që më lejon ligji, fuqia e mendjes edhe forca e zemrës time. Do ta mbroj deri në fund sepse nuk po mbroj këtu një karrige, por shpirtin e një lidhje të shenjtë midis qytetarit dhe të zgjedhurit të vet. Populli i këtij vendi përmes kushtetutës ka vendosur qartë se askush nuk mund ta ndërpresë mandatin e një të zgjedhurit vendor përpara afatit. Pikë. Përveç se kur ai ka shkruar shkeljet rënda të kushtetutës ose të ligjit. Ky nuk është një zbulim miri, kjo që sapo thash, por është një premtim solem që Republika e bën ndaj vetes vet, një kufi moral dhe një kufi ligjor, që askush, as unë, as ju, askush nuk duhet ta shkel, ose nëse do ta shkel duhet rrëzojë më përpara themelet e besimit publik mbi të cilat ngrihet vetë shteti ynë. Prandaj me respekt plot dhe solem për këtë gjykatë, unë pyes sot, cilën shkelje të rënd kushtetutës apo të ligjit kam kryer unë në ushtrimin e mandatit kushtetues të